Tregjet financiare globale janë përfshirë në luhatje të forta pasi presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se memorandumi i mirëkuptimit me Iranin për përfundimin e konfliktit në Gjirin Persik nuk është më në fuqi. Deklarata u bë në Ankara, pak para nisjes së samitit të NATO-s, ku Trump tha se nuk dëshiron më të angazhohet me Teheranin, duke e cilësuar çdo përpjekje për dialog si humbje kohe. Reagimi i tregjeve ishte i menjëhershëm. Çmimi i naftës Brent u rrit me më shumë se 5%, duke arritur në rreth $78 për fuqi. Edhe pse mbetet larg nivelit mbi $120 të regjistruar në kulmin e luftimeve, rritja ka rikthyer shqetësimet për presionet e reja inflacioniste në ekonominë globale. Ndërkohë, investitorët u tërhoqën nga asetet me rrezik. Bursat evropiane shënuan rënien më të madh ditore që nga mesi i muajit mars, ndërsa edhe kontratat paraprake në Wall Street treguan hapje me humbje. Në të njëjtën kohë, u rritën edhe normat e interesit të obligacioneve 10 vjeçare të thesarit amerikan, duke arritur nivelin më të lartë të një muaji. Pasiguria në tregje ishte shtuar edhe më herët, pas shkëmbimit të sulmeve mes forcave amerikane dhe iraniane në rajonin e Gjirit Persik. Analistët paralajmërojnë se çdo përshkallëzim i mëtejshëm i tensioneve mund të ndikojë jo vetëm në çmimet e energjisë, por edhe në inflacion, normat e interesit dhe ritmin e rritjes ekonomike globale. Në javët e fundit, tregjet kishin qenë tashmë nën presion për shkak të shqetësimeve mbi vlerësimet e larta të aksioneve në sektorin e teknologjisë, veçanërisht të kompanive të inteligjencës artificiale dhe prodhuesve të gjysmë përçuesve. Deklaratat e fundit të Trump kanë shtuar edhe më tej pasigurinë në ekonominë botërore.